Aisha radiallahu ta'ala anha, nana e besimtarve, gruaja e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kishte drejtën e plot në shpinën e vet me bërë çka don ajo. Te asaj dite kur u voros Omeri radiallahu ta'ala anhu në shpinën e saj, në dhomën e saj, afër pejgamberit alayhis salam, thot Aisha, kur një herë rrobat e mia si kam zhvesh duke u turplu pe Omerit për vdekje. Motra tona, bija tona, vajza tona, sot as turprohet për Allahu xhaleshanu, as turprohet për prindit, as turprohet për vllaut, as turprohet për motrës, as turprohet për agjes, as turprohet për dajes, as turprohet për njerëzimit, por vetëm sa mundet me qenë e zbuluar dhe me dal në shesh me pa dynjaja. Nuk ka turp për Allahu dhul xhelal. Edhe kjo ka ilaç. Ibrahim ibn Adhemi, pe dietarëve të famshëm, i shkon një mekatar, një djali cili dëshiron me vazhdu jetën mekate, dhe po i thëtoj Ibrahim ibn Adhem, unë jam një njeri i cili bëj mekate pandërprej, por këto mekate të lutna me këshilo si me i zvoglu se me i lan nuk muj kur. Tregon pak si me i zvoglu mekatet, e jo me i lan nuk vjen shprehje, për arsye se kombin veten që mekatet edhe gjunahat duhet me i lan. Ibrahim ibn Adhemi po i drejtohet me këtë fjalë dhe po i thot: vazhdo në mekate, por kur të bëjsh mekat, mos ushqe me të mirat që i ka kriju Zoti dhul xhelal. A mundet një njeri me jetu në këtë dynja ma shumë se 10 dit, 20 dit, ose 30 dit, po thonë, pa uj, pa buk, a mundet me jetu? Jo, vallaj. Pa mundet njeriu me jetu ma shumë se 5 minuta pa oksigen? Këtë që ne ka thonë Zoti dhul xhelal, dhundi, dhurat e Zoti dhul xhelal, a mund të jetoj dikush pa oksigen? Jo, vallaj, asësi. Kur për jetë? Andaj, bo me katë dhe mos e thith këtë oksigenin që e ka kriju Zoti dhul xhelal. Pa, mundet njeriu me jetu pa oksigen, nuk muj me jetu. Andaj thët, si po i hanë të mirat e Zotit, po ushqesh me të mirat e Allah dhul xhelal, po i përdor nimetet e Zotit dhul xhelal, edhe po i bën me katë Allah, a nuk turplohesh pejtina? Thët andaj, nëse don prap me vazhdua, me ba me katë, thët lutem, kur të bëjsh me katë, mos ba në tokën e Zotit. Thët e si muj me ba një me katë, apo si muj me ba një të mirë, edhe mos me shkel tokën e Allah xhaleshanu, thët nuk muj, vetëm se në për tokë me jesë, nuk muj me fluturu ne, edhe kur boj me katë, edhe kur bojnë mira, s'muj me shku për qiell, për hava, por do të me jesë në për tokë, thët prap, nuk muj o Ibrahim ibn Adhem. Thët mirë, atëherë kur dojsh me vazhdu, thët me katë, kur të vije momenti me vdek, thuj me lekut vdekjes Azrailit, në të pret pak se ka kohë dhe pak dhe i sot pëndone dhe boj veprat mira, thët pa i nuk dëgjon mua Ibrahim ibn Adhem. Thët andaj nëse nuk dëgjon ty, dije se kime vdek, mos vdes. Thët pa i nuk dëgjon. Thët e kur dalim para Zotit dhul xhelal, edhe Allah dhul xhelal na merr para gjitha krijesave në pyetje, edhe do të i shohim me katet e njëri tjetrit, gjinohat e njëri tjetrit, thuj Zotit dhul xhelal, o Zot, mos u ndeno mu para njerëzve dhe mos me qit në shesh me katet e mia. Thët o Ibrahim ibn Adhem, Allahu nuk dëgjon mua me këto fjalë nëse i drejtohem atina, thët e as turprohesh para Zotit me dal me katar. A nuk turprohesh para Allahu xhelle xhelaluhu e xhelle shanu me dal me katar? A nuk turprohesh pe Zotit e madhreshëm me dal gjynaqar? A nuk turprohesh para Allah dhul xhelal kur t'ju thet banorëve të xhenetit, vazhdoni rrugën për xhenet, e t'ju thet këtyne tjerëve me katarëve, gjynaqarëve, udhtoni dhe vazhdoni rrugën e ju për në xhenet? Andaj o vëllezër të nderuar, a nuk ja vlen t'i kthehemi Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanu, ta adhurojmë atë ashtu siç meriton Zoti i madhreshëm, jo neve siç dim dhe jo neve si na kana. Të punojmë, të bojmë namaz, të bojmë agjerim, të bojmë dhom zeqatin, shkojmë në haq, prap të vazhdojmë punëve të liga, punëve dyta.